Ky podcast është prodhim I Onovos. Ndonjëherë më e rëndësishme se sa rrugtimi është ajo që bëhemi gjatë këtij rrugtimi në fakt. Pikërisht për këtë do flasim sot. Do flasim për një vajzë e cila shumë herët ka emigruar, ka shkuar në Itali, në vendin ku vërtet gjithmonë kur ne shkojmë mendojmë se ham shëndetshëm, por jo mendojmë, vërtet e shijojmë atë që ham, sepse kuzhina italiane ka një perfeksion, një art të vërtet të gatuarit. Do flasim pikërisht për një kuzhiniere që sot ka pushtuar botën, emri I saj po qarkullon, ambasadore e Shqipërisë në kuzhinë, vjen pikërisht për ne, Silvana Musej, për na rrëfyer rrugtimin e saj rreth këtij arti të jashtëzakonshëm. Duket sikur është shumë e thjeshtë të gatuash, por në fakt është një sfidë vërtet, momente të jashtëzakonshme pune, sakrifice për të arritur dhe për të kapur majat. Unë them maja sepse ajo vërtet I ka kapur. E sheh kudo. Emri I saj është gjithandej në të gjithë red carpet e famshme të botës, në festivalet e filmave në Sanremo dhe në Cannes, e kudo ku ka evente të rëndësishme ne e kemi profesin tonë dhe ndihem vërtet krenare dhe e lumtur që do ta sot në përvete për të folur pikërisht për rrugtimin e saj në fushën e kulinarisë. Përshëndetje. Përshëndetje Santa. Dhe mirë se na erdhe. Mirë gjeta. Ishte kënaqësi në fakt të kapa në momente që ti ka ardhur në Shqipëri për të qëndruar për pak kohë për të afërmit të tu dhe më dha dhe mua mundësia për të bërë këtë bisedë. Ne bashkë njihemi në fakt, edhe vite më parë, por unë jam e kënaqur sepse çdo herë që takoj ti më sjell nga një trofe tëndin në jetën tënde. Domethënë, të kam njohur si kuzhinieren e Sanremos deri diku. Ke gatuar për shumë emra të njohur këngëtarësh aty në Itali, përveç saj ke takuar personalitete të jashtëzakonshme. Sot edhe ambasadore e kuzhinës shqiptare. Shqiptare dhe italiane. Dhe italiane. Ndërkohë doja ta nisnim që nga fillimi, sepse ndoshta intervista që më kemi bërë bashkë nuk kanë qenë kaq të lidhnim kaq hapësirë Silvanës për të shprehur për veten e saj, por mendoj që ka ardhur momenti të na rrëfesh si ka nisur pikërisht pasioni për kuzhinën. Ishte një gjë që ty e kishe pasur që kur isha e vogël në vegjëli apo u krijua më vonë nga rrethanat e mundshme edhe vajtja jote në Itali? Atëherë, vërtet unë këtu ndjem shpik, kështu që është kënaqësi dhe në këto pak kohë që kam që ta dedikoj publikut shqiptar, sidomos ty personalisht, sepse ke një profesionalitet që bën të ndjesh në shtëpi edhe kur je larg. Kështu që faleminderit për këtë hapësirë. Rruga ime ka filluar shumë vite më parë, siç tham, në Sanremo, që një pjesë e dytë e karrierës time, sepse fillimisht kam filluar në gastronomi dhe jam gjendur rastësisht në kuzhinë. Unë isha shitse në të dyqan dhe kurioziteti im ishte gjithmonë mbas skenave, pra në kuzhinë. Dhe erdhi një moment që pronari I atij lokali ku punoja, që ishte Presidio Slow Food, atëherë flasim në 99-ën, 2000-shin, tha e kuptova që ti rri më shumë këtu, kështu që duhet futesh në kuzhinë. Dhe u futa pak pas muajsh, arrita të kuptoj në mënyrë kazuale, rastësisht, sepse interpretoja nga komplimentet që merr interpretoja recetat tradicionale italiane në mënyrë thuajse perfekte. Kështu që këto komplimentet e shumta më bënin, më inkurajonin për të nesër për të investuar, më motivonin më shumë për të investuar akoma në kuzhinë. Kam bërë këtë zanat që në themi në moshën e adoleshencës, 18 vjeçë, 19 vjeçë, sot kanë kaluar 25-26 vite, kam munduar të ndryshoj pak ambientin dhe tipologjinë e llojit kuzhinës, kështu që të kalosh nga gastronomia në kuzhinën eksprese dhe pastaj nga aty të bësh një shef që të menaxhosh një apo më shumë kuzhina ku mund të krijosh dhe të japësh hapësirë fantazisë tënde dhe talentit tënd, ka filluar këto 15 vitet e fundit. Ka qenë vështirë fillimi? Ka qenë vështirë fillimi, po, ka qenë vështirë dhe si një emigrante në Itali dhe ato momente, 18 vjeç më thënë, nuk isha e formuar edhe në karakterin tënd. Kam një karakter që domethënë jam shumë pozitive. Dhe kudo që në çfarëdo lloj situate buzëqesh, por prapë ndjehej pjesa që gjykimi mbi gjitha që e femër ka qenë fillimisht dhe gjykimi se çfarë mund të bësh ti që me zor po flet italisht, çfarë do na mësosh ti ne apo si do na drejtosh ti ne. Domethënë me kalimin e kohës ky step kalon, kur dalin rezultate, do të thotë që kur del rezultati I një dite, një shërbimi të mbyllur mirë
dhe mbas muajsh krijohet ai besim dhe ajo merit që të përket dhe shkon përtej asaj që je femër apo që je huaj. E ke kaluar besoj. E kam kaluar, po. Kur e kuptove ti vërtet që e kishe kaluar, o të them, e kishe fituar ato pikët e mundshme dhe ishte mitësuar dhe me rrethin ku ti punoje, me ekipin tënd, se patjetër që në kuzhinë nuk je vetëm. Nuk jam vetëm, po normale, mbas 5 viteve që isha në gastronomi. Aty mbasi drejtoja dyqanin ku bënim testime për Zdo Food. Çfarë dyqani ka qenë? Ka qenë një gastronomi, maceleri dhe shisnin produkte të presidios Zdo Food, ku bëheshin dhe testimet, sepse Zdo Food atëherë ishin vitet e para, nuk njiheje shumë. Dhe duke bërë 2-3 eventet e para në Salone del Gusto në Torino, atëherë aty kuptuan domethënë që unë kisha pasion dhe kisha talent për krijimet e recetave të reja. Dhe tashmë ishte e lehtë që të merrje vendi që të takonte sepse duhet ta demonstrosh përpara. E kishe piketuar vetëm ti mbi më para që mund të ishe një kuzhiniere? Jo, absolutisht jo. Ku e kishe projektuar vetëm tënde? Ishte gjithmonë ke psikologjia ka qenë një ide që më tërhiqte dhe imagjinoj një diçka tillë, pse shumë herë në moshë të re është e vështirë ta gjesh ti kesh ide të qarta se çfarë do të bësh kur je i madh, po sigurisht jo në kuzhinë. Jo në kuzhinë. Jo në kuzhinë, absolutisht. Sot je mjeshtre e kuzhinës. Në pjesën e të ëmbëlave apo të kripurave? Të kripurave. Jam shefe edhe pse punoj me kuzhinën të kontaminuar me çokoladë, gjithë thonë, atëherë bën pastiqeri kontaminuar me çokoladë. Ne shpjego, domethënë ka një kombinim ndërmjet të ëmbëlës dhe të kripurës? Jo, sepse çokolada nuk është produkti final që ne të gjithë njohim. Flasim për bathën e çokoladës, do thotë për pjekjen, të gjithë transformimin masa në kakao, kur vjen pjesa e ëmbël është pjesa përfundimtare e shëndrimit. Është ajo shija që ne njohim. Ja, ajo shija që ju njihni. Në të vërtetë unë kombinoj, domethënë jam specializuar në kuzhinën të abinuar me çokoladë, sepse në kohën e antikitetit quhej il cibo dei dei. Ushqimi i perëndive dhe çokolata edhe perëndive dhe çokolata ishte ka rolin e një erze, e një specia që arrin të thyej atë pjesën e ëmbël si pjesë e hidhur për të lidhur mirë produktet pjatat e kripura. E çfarë gatuan ti me të për shumë? Bëj një pafundshmëri gjërash, sepse bëj nga peshku. Në vend të tartufit mund të hedhim pak çokoladë? Jo tamam. Për shembull ke lëngu i mishit, mbasi ke bërë një mish të pjekur në verë, për shembull ta zëm një strakotë që është i pjekur në verë dhe i konsumuar me perimet bashkë me të gjithë erzat e tjera që mund të jetë dafina, mund të jetë dhe kanela, atëherë hidhet pak masa di kakao. Masa di kakao është një diçka e hidhur dhe është pjesa ku shtypet batha e kakaos fillimisht. Dhe kjo është del në formën e një të themi një tullë, një diçka, dhe arrin nga ty ta marrësh dhe diçka dhe e përdor sikur të jetë një piper apo diçka tjetër. Dhe përdori dhe nuk është një gjë e re kjo. Nuk është absolutisht një gjë e re sepse përdori në kuzhinën e 1500-s, shumë princ, domethënë kam gjetur libra kuzhine në familje Savoia që e përdornin këtë. Përdoret për shumë në një pastë të freskët, mund të bëhen tagliatelle al kakao, brenda në brumin. Unë pjatën që ndjem il mio cavallo di battaglia. Do të pyesja. Janë i ravioli që janë quhen pizzicoti, janë si ravioli alpin dhe kanë 3 lloj çokoladash brenda. Do të thotë një masa di kakao. Gjithë ekipi po. Ravioli është një raviol klasik, po thjesht i pickuar, domethënë ka një mbyllje të tij klasike, shumë të vogël. Brenda ka 3 lloj mishash dhe perimesh, kështu që flasim gjithmonë për diçka të kripur, sepse shumë herë është kjo me çokoladë jo. Atëherë brenda hidhet kjo masa di kakao që i jep një pakatësi, ndërsa ke pjesa e pastës me vezë, pra hidhet kakao magro dhe ke pjesa e salsës që është lëngu të mishit, hidhet gruaja di kakao që quhet nips. Janë këto 3 lloj që asnjëra nga këto nuk është e kripur, por luan një rol për të lidhur nga mbushja, nga pjesa e pastës dhe nga sugo e jashtme këtij ravioli dhe e çojnë në të gjithë botën. Bëjmë këtë eksperiencë degustative pak të veçantë, por
shumë e thjesht për të përqyer dhe nga persona, nga persona nga më të vegjël dhe më të mëdhenj. Domethënë ngelin të gjithë shumë të surprizuar nga fakti që është më e thjeshtë se ç'mendohet. Më the përmendën në të gjithë botën, degustojnë në të gjithë botën. Ti je pjesë e shumë eventeve, e tham, red carpet, pjesë e këtyre eventeve të jashtëzakonshme që bëhen si Festivali i Sanremos, apo i filmit në Cannes, dhe je vazhdimisht prezente duke gatuar dhe për personazhe shumë të njohur, vërtet VIP-a. Ke takuar në një? Po, në vite kam takuar shumë dhe i kam ritakuar shumë herë tjerë, se ndër 4 vite Festival di Cannes, Venecia, sidoqoftë në Sanremo ndodh që të takosh një tat personazhe. Tash herën e fundit që është me Laura Pausinin, sepse kemi një lidhje të përbashkët, domethënë një shoqëri të përbashkët dhe që momenti që të ndaloni më shumë flisnim, po edhe sepse ambientet ku frekuentojnë janë aq shumë të kontrolluar, sa në një moment janë të gjithë lirë, se mund të jetë stafi që punojmë apo artistët, kështu që në mbrëmje mbas darke mund të futesh në ambiente të tilla të kalosh se janë të përgjithshëm për të kaluar pjesën e mbrëmjes, kështu që kam pasur mundësinë të takoj, përveç se në tavolinë, sepse gjithmonë duhet të jesh diskrete me një klient të ulur në tavolinë, nuk mund të jesh invazive përveç se thjesht një opinion që mund të shprehi për atë që ka konsumuar. Por në mbrëmje ka ndodhur shumë shpesh të njoh dhe të kem mundësinë që të më ftojnë për evente të tyre personale. Okej, ti do të shkruaj. Domethënë ke trokitur në shtëpitë e tyre apo në ambiente ku ata kanë përzgjedhur dhe në shtëpitë e tyre kam trokitur në 2-3 herë. Jam kurioze të pyes, të njohin si një Silvana shqiptare apo si një Silvana italiane? Kjo është e bukur, si një Silvana Solare. Do me thënë është ndoshta karakteri im, po fillimisht si italiane, po gjëja e parë do me thënë kuptohet, sepse mbas pak që flet theksi ngel, sepse unë kam ikur në moshë të madhe, kështu që pak a shumë ngel, gjëja e parë thotë, nga jeti? E thonë, po. Edhe pse ti tashmë ke sa vite u bëre? Sidomos 26 vite. Po prapa ai theksi ngel sepse rënjët jam rritur këtu, kështu që sado kur shkon në një moshë të madhe, gjithmonë theksi ngel. Dhe mbaj mend një episod në Rai 2, kur do futesha në regjistrim, kur fitova castin për bërë pjesë e një programi televiziv shumë i lezetshëm që më ka dhënë. Atëherë një nga këto produktorët të Rai afrohem, thëmë, ku është problemi, dhe më thënë të shoh pak të, jo, okej, ju më zgjodhët mua, unë e kuptoj, por nuk kam problem se qa do gatuaj, nuk kam frikë se mos ndjehet që jam e huaj. Atje kemi një valeta që është famoze në këto vite, tha, Belen nuk dit flasi, nuk ka një zanat, edhe del gjithmonë, që mos e vrit mëndje. Nga i moment e lash vetën të lirë, dhe e lash këtë që të rëshkiste, nuk ka problem, edhe pse unë ndjem që jam shqiptare, jam krenare, kështu që kjo jam dhe nëse më ndoni dhe kështu jam përqyrë gjithmonë. Në zonë të njohin që je shqiptare, besoj? Po. Më njohin se dhe shumë artikuj, do me thënë gjë e parë që thonë nga Shqipëria në Kune, unë mendoj që tani italianët e di shumë mirë se ku është Shqipëria. I kemi kudo, në çdo 5 minuta ke nga një grup italianë që të kalon. Kohët shëqyr ka ndryshuar. Po, më duket se kanë ardhur të kundërta. Kanë ardhur të kundërta, kanë ndryshuar dhe unë jam gjithmonë shumë krenare për vendin ku jam, për atë që kam jetuar dhe si kam jetuar, dhe gjithë të forcë që kam është fal, domethënë forcën që kam si adulte, si madhe, është fal kësaj pjese shumë të rëndësishme të fillimit të jetës. Ke dashur gjatë gjithë profesionit të inkorporosh në një recet, apo të futesh një recet shqiptare? Domethënë, e ke bërë gjatë gjithë këtyre viteve? E bëjmë në një kombinim, se në njëherë janë dhe ambiente ku duhet ti përshtatesh ajo që është tema e atij programi, po gjithmonë në çdo recetë është ajo pjesa e kombinimit, sepse çdo kush që krijon diçka e krijon me atë që ndjen brenda, dhe ajo që unë jam brenda dhe atë që kam fituar fillimisht si kuzhinë dhe si ushqim është gjithmonë kuzhina shqiptare. Kështu që e kombinoj bashkë me atë që kam fituar gjatë viteve në eksperiencën e Italisë, dhe dhe një rezultat, një kombinim shumë i bukur. Normal. Po, gjatë këtyre eventeve, sa të kujdesshëm do t'jeni ju për një ushqim të shëndetshëm? Besoj se
Si bëhet ai program? Jam shumë kurioze ta di. Programi, skedula e gjithë pjesës që do vi ky artisti, do hang këto, do ushqen me këto gjatë këtyre ditëve të shëndrimit të tyre. Normale ajo është një përgatitje para një muaji para se të bëhet, domethënë është diçka, jam bashkë me shumë shefe të tjerë nga të gjithë rajonet e Italisë ku japim opinionin ton, ku krijohet një menu i larmishëm, si tashmë është në çfarëdo lloj vendi, respektohet ai që mund të jetë vegan, vegetarian, kështu që këto opsione janë thuajse klasike në kuptimin menuja është i larmishëm, kështu që përfshim pjesën dhe në moment të fundit një artist përdor vendos se çfarë mund të zgjedhë. Kështu që ka zgjedhje të ndryshme. E rëndësishme është që të jesh në produkte të shëndetshme, të stinës, me një të etikuar, të kontrolluar nga ku krijohen, ku lindin, ku rriten apo ku zhvillohen dhe laboratorit dhe alergjit, po çdo gjë është demonstruar, nuk ka një menu kjo ndodh kudo në çfarëdo lloj restoranti, domethënë alergjia duhet mbajtur gjithmonë të gjithë ato që mund të jenë variantet e intolerantave dhe duhet të sinjalizohet parapraktikisht para se çdo klient të konsumojë që të jetë artist apo kushdo tjetër. Kështu që ndikim shumë produktet GOP, ato që kanë tituj të njohur që janë të certifikuar dhe të traditës. Do thonë diçka që ka një rrënjë historike, nuk është vetëm kjo është pra pak a shumë ideja e një menuje të flasim Sanrema. Pastaj ndryshojnë këto eksperiencat e ndryshme që bëhen në për evente të personalizuara apo me personazhe që kërkon një diçka të veçantë, atëherë fillon një kërkim çik më i thellë, më i personalizuar, më i kuruar dhe diçka më ekstravagante, domethënë nuk flasim për pjata të thjeshta, po një eksperiencë shije. Diçka të tipit yje Michelin, një kombinim. Një kombinim. Yje Michelin është e vështirë të bësh një catering apo të bësh evente, sepse kanë të gjithë ato aparaturat që nevojiten, stafin, kështu që sjellin një diçka, një gjë të mesme, një kombinim të mesme për atë që është e mundur, sepse unë shumë herë nisem për të bërë një event dhe jam thjesht me një valizhe në dorë dhe atje gjej një staf që as nuk e njoh dhe produkte që jo gjithmonë nga njëri shtet në shtetin tjetër kanë të njëjtën shije dhe kanë të njëjtin rezultat në krijimin e një recete. Kështu që është diçka nuk të them e improvizuar, po i përshtatesh atij që është ambienti, pra për të nxjerrë një rezultat sa më të mirë për klientin. Me valizhen në dorë, më them. Me valizhen në dorë besoj gjatë gjithë kohës ti pothuajse kështu je dhe fakti që kjo e vërshison ndoshta apo të ka vënë ndonjëherë dhe të përballë vërshësive në lidhje me familjen tënde, me 2 fëmijë të vegjël, ndërkohë që ti ke qenë gjithmonë një person që ka lëvizur nga një vend në një vendin tjetër. Ne kemi një kalendar mujor ku më shumë se një top numër eventesh unë nuk i marr, dhe pse mi kërkon, për shembull të jemi kërkuar në të njëjtin muaj në shumë vende, unë kam një kalendar timi organizativ të familjes të punës dhe të punës se kam dhe 2 kuzhina që drejtojnë në Kune, kështu që në vendin ku jam. Këto të tjera teksta, kështu që e kam atë standardin tim, e kam 2 dalje në muaj që mund të jenë jashtë Italisë, që mund të përballoj eventeve, se kanë një paraprgatitje plus emisionet, regjistrimet apo ndonjëherë jemi dhe live në televizion, duan dhe ato kohën e vet, kështu që kam një ekuilibër në Rai. Në Rai. Keni çfarë programe? Q40. Për momentin është i ndaluar, domethënë presim hapësirën që është një pauzë, se kam futur një diçka tjetër në këtë periudhë, po shpresojmë të rifillojmë. Si gjeni në një program televiziv të këtij lloji? Të gjithë më bëjnë këtë pyetje dhe unë kur mendoj se si e kam gjetur, ndonjëherë them mos t'ishe kolegja ime që më tha po bëj atë videon, thjesht erdhi një mesazh për një kaz, duhet bëni një video ku nëpërmjet federacionit, domethënë ku kërkoni një shefe grua, femër, sepse televizion në këtë emision ishin vetëm meshkuj, kështu që do kërkonin. Dhe për të bërë këtë casting mjafton t'i nisej një video nga kuzhina, ishte një fund shërbimi, fillova ta bëja videon, po duke që ishe acaruar se ndërkohë më binte telefoni, ndërkohë ndimsja që mbante telefonin po i shkonte vend donte tikte, thash e bëjmë këtë, dhe nuk doli shumë mirë kjo video në fakt.
Thash, po i pëlqeu mirë, po si pëlqeu më duke diçka dhe nisa, them se mjafton aq për të më parë, unë kjo jam, kështu që nuk sforcohem. E kam këtë, domethënë nuk sforcoj gjërat, nëse bëhet mirë, nëse s'bëhet, nuk ka qenë objektivin tim ajo. Më marrin, më thonë që shi se je zgjedhur ndër 30 janë zgjedhur 5 dhe ti ke hyrë ke këto 5 ku do t'japim një mundësi që të provosh gjerimin e një puntate. Kur më marrin telefon, unë atë moment nuk mundesh. Është një gar, duhet ta dish çfarë. Jo, është një kast i hapur, kombëtar, ku kërkonin, thjesht po kërkonin dhe ishin programi vet. Është një gar. Është shumë bukur programi se është kënaqemi, sepse është simpatik, domethënë tallemi, nuk është aq strikt, por në të njëjtën kohë është një gar në të vërtetë, sepse realizojnë në 40 minuta 3 pjata dhe unë këto 3 pjata i realizoj me një të ftuar VIP që vjen për atë puntatë dhe ndryshojnë në çdo puntatë. Gjithmonë kam një person të ri dhe kam në këto 2 vite, në këto 2 vite ku argëtohemi për të krijuar një menu të ri. Dhe shfryzojmë çfarë do lloj attrezzature kështu që patatet i zgjejmë në mikrovalën. Domethënë në mënyrë që të dalin sa më shpejt pjatat. Dhe në të njëjtën kohë bëjmë recetat të një rajoni të ndryshëm. Kështu që xhirojnë 20 rajonet dhe kështu që kur më thëritën të kthehem përpara, kur më thëritën për të bërë këtë provën, unë isha zë, nuk isha mundësi dhe thanë, ok, ne do marrim me që jeni 5 kandidatet e fundit që keni ngelur, do marrim një tjetër dhe ty do t'japi mundësinë më vonë që ta provosh. Mbasi morën këtë vajzën tjetër, më morën telefon thanë që ok, Rai i ka mbyllur kastet sepse nuk do më një shefe profesioniste, po do në një food blogger, në një që kanë pak a shumë influencer blogger. Po që kanë një raport me telekamerat më ndryshe, domethënë respekt për shefet profesionale, por televizioni ka të pjesën e vet që duhet të jesh. Dhe mendova thash, nëse shkaku është ky, ata më morën telefon, kështu që jeni të gjitha në shtëpi, mbaroi kjo punë. Unë thjesht i thash një fjalë të vogël në fund fare, thash, unë me telekamerat, nuk është se kam shumë mësuar, po. Jo, nuk e kam problem se kisha video në YouTube. Mjafton të hyni me emrin tim në YouTube, nëse ju pëlqej. Mbas një jave vjen telefonata, thot, ok, ndër 30 ngel edhe ti, do t'japim një mundësi. Në darkë mblidhemi të gjithë me produktorin, me prezantuesin, atëherë kuptove, nesër duhet të rish sheqet. U ktheva unë prap me atë idenë, po ju pëlqeva jam kështu, po si pëlqeva nuk sforcohem dot. Ok, thash do bëj këto në rregull. Futem në regjistrim, ishe me regjistrim puntata e parë, se ishe një provë. Mbas një 10 minutash, siç e ka çdo program përpara meje, mund të jetë 20 veta, ishin të gjithë me gishtin kështu lart. Ok, thash unë. Atëherë jam e lirë. Dhe aty mas një 10 minutash dash maksimumin e vetes sepse u lirova, do të thonë që shkoja mirë. Sa po mbaroi regjistrimi i puntatës që duron 50 minuta, më shtrënguan dorën, firmosa kontratën, të mbyllet kasti se ne jemi okay dhe kështu ka vazhduar. Dhe për debitet ishe pothuajse gjithmonë nuk e di si ka qenë frekuenca transmetimit. E kishin çdo javë apo çdo javë të shtunë, çdo javë dhe më quanin tashmë Lakika del programa. Shumë e bukur. Më quanin kështu sepse kishte edhe më share ku isha unë. Edhe kjo natyraleca ime dhe kjo fjalë, kjo të jesh e qetëse edhe pse ndjehet që je huaj, mjafton të rrezatosh atë që pozitivitetin që ke brenda dhe ta marrësh me qetësi kështu. Shumë rastësisht. Bravo Silvana. Më kërkuan dhe është sforcimi im për të hyrë në Rai ishte thjesht një video 3 minuta. Dhe ja ku doli, domethënë ndonjëherë duhet të tentosh edhe të guxosh bashkë. Në të njëjtën kohë kanë të rritur edhe në emisione tjera, ke Mediaset, Mela Verde, kam edhe aty. Te Mela Verde. Po, ke Mela Verde, ke Rajuno. Themi që është një pjesë që kompleton ato që është karriera ime. Unë jam gjatë javës për një gjë që ta them tu. Domethënë ti e ka që një orë ande dhe nuk po bëhesh një orë këtu. Të mundon kjo pjesë apo jo? Jo, fillimisht më mundonte, po e shoh pak të vështirë. Domethënë flasim gjithmonë ke pjesa që duhet të jem prezent në familje, kështu që ajo është ka besoj se hierarkia e momentit është familja. Është familja, po. Dhe çdo zgjedhje ime vjen në varësi të asaj zgjedhje. Kështu që është një zgjedhje e dytë e karrierës. Kështu që për mos të prishur ekuilibrin ato, do më pëlqente jashtë mase, po nuk është akoma momenti, nuk është tonë se mbas 4-5 viteve mund të jem akoma në kohë për të dedikuar, po se mendoj se është koha e duhur për të shkëputur. Ka ndonjë që ti për të gatuar këtu për ndonjë nga personazhet e njohur shqiptar? Po,
vjet bëm Buk Rip dhe Zemër bashkë me Alb Shef, që është plataforma që mbledh të gjithë shefat shqiptar në përbot që kanë pasur sukses, dhe bëm për arkitektet që ishin këtu, do të thotë për që një event, një aktivitet i rëndësishëm. Kjo ka qenë hera parë që kam ardhur të gatuar këtu përveç se 2 programeve televizive. Gjatë gjithsaj koha besoj se ty nuk ka munguar dhe interesi për restorantet me yje Michelin. Kemi rastet të shefave të mëdhenj të kuzhinës si René, në Noma, ti ke qenë prezente aty, ke hyrë, ke parë, kohët e fundit kemi parë shumë lajme ndonjëherë duke në vërtet nga ato të frikshme dhe ngela shumë e të rënditur nga kjo, sepse jo më larg se në nëntor, kështu që pak muaj përpara kam qenë ke Noma. Kam pasur fatin të njoh shumë persona gjatë këtyre viteve që kanë qenë shumë afër Renes, dhe duke prekur me dorë, domethënë është një diçka që kuptohet vetëm po ty je aty, duke prekur me dorë kushtet dhe ambientin që ishte dedikuar vetëm personalit, kur dëgjon këto të duket nuk të duket e vërtet, nuk është e vërtet. Të duket sikur nuk është e vërtet. Pastaj normal, unë kam parë që aty brenda kishte dhoma enkas me 1 person në dispozicion për të bërë masazh dhe sauna për stafin. Okay? Kam parë që pjesa e gatimit, pjesa e pushimit të punëtorëve, pjesa e tavanit ishte me xham, që të kishin një koneksion me atë që ishte natyra. Në lidhje me natyrën mos të ndjeshin të mbyllur, pra do të thotë që shi, diell apo bor, çfarëdo gjë, ishte një diçka e paparë, domethënë pjesa e dusheve me një kit si thjesht në një hotel me 5 yje, do të thotë, lakapatojo, shapkat, çdo gjë të gjitha në restorant, të gjitha e brenda në restorant. Ambiente pushimi vetëm të dedikuar stafit. Dhe një gjë shumë e rëndësishme që asnjë nuk e ka thënë deri sot, të paktën nuk e kam dëgjuar që ta përmendi. Renea kishte këtë filozofinë që shefat nuk duhet të ndjeheshin punëtorët jo ai vetë, punëtorët e tij, nuk domethënë ka shkuar kundër një sistemi. Nuk duhet të ndjeshin të mbyllur me xhaketat zyrtare profesionale të shefit. Dhe ata kanë strategjinë që edhe pse nuk na intereson, kanë një bluzë të thjeshtë, gri dhe me një përpajse shumë të thjeshtë, në mënyrë që është në harmoni me atë që është ideali i tij. Dhe të gjitha këto gjëra më bëjnë të mendoj se nuk është një person i keq, po është një vizionar që ka një ide madhështore, si historia na e ka treguar që çdo artist apo çdo person i rëndësishëm që ka lënë shenjën nuk ka qenë njëri i zakonshëm. Nuk ka qenë njëri i zakonshëm. Dhe ai, kështu që mendoj se mund të ketë pasur momente që ka qenë dhe jashtë dhe me vetveten. Po në moment shërbimit, shumë shefa të tjerë që nuk janë ndoshta edhe askush, kanë një arrogancë, ka hyrë pak dhe nuk jam asnjëherë që të përdoret as dhunë verbale apo fizike, por në këtë rast ai është një revolucionar që ka dhënë mundësi shumë personave të mësojnë nga ai, i ka ndihmuar personalisht të hapin lokale, restorante, ai personalisht, domethënë e njoh shumë afër, kështu që mund ta them këtë dhe e them me bindje. E them me bindje sepse e di që shumë persona i kanë ndihmuar, do thotë që okay, koha që ti duhet të qëndrosh ke unë, kjo është, domethënë duhet i lësh hapësirën dikujt tjetër. Filozofia e tij e kupton vetëm kur shkon atje, kur prek çdo gjë me dorë, dhe arrin të kuptosh se sa persona e falenderojnë për atë që i ka dhënë. Sot shef që kanë 10 vete që kanë arritur të marrin yje Michelin dhe kanë hapur restorantet e tyre, e falenderojnë. Sigurisht nuk mohohet ajo pjesa, po e quaj madhështore dhe faktin që ai ka arritur ta pranoj, e quaj madhështore faktin që ai ka punuar mbi vete, e quaj shumë dinjitoze faktin që ka kërkuar falje dhe është tërhequr, edhe pse janë gjëra që i përkasin viteve përpara. Kjo është madhështia e tij. Kjo është madhështia e tij. Dhe unë kam ngelur pa fjalë. Domethënë është një diçka që nuk mund të arrihet. Laboratorat e tij mbyllen nga 3 ditë, i mbyllën laboratorët dhe nuk dilte pa i kam vizituar të gjithë laborator fermentimi, laborator kërkimi, është një revolucionar. Është një personazh që ka lënë shenjën.
normali që paguam për atë që mund të ketë qenë, po mund të ketë qenë shqetësimi i tij, jo se ai është i keq apo i është i dhunshëm, shqetësimi i tij në ato momente. Se mendoj se gjithë ai presion është e vështirë të transmetosh një ide shumë thjesht ke një person tjetër. Të transmetosh një ide që ti nuk i afrohesh as 10% asaj që unë dua të shpreh. Kjo mendoj se shkakton. Kjo ka qenë arsyeja ndoshta. Mendoj. Normalisht unë nuk kam punuar me të, po ka njoh shumë njerëz që janë afër ti prej vite dhe nuk kanë se përveç se fjalë të mira. Kështu që goxha respekt. Mendoj se eksperienca aty brenda vlen më shumë se sa 2-3 universitete, kështu që mund të ketë edhe mendoj që është një eksperiencë dhe unë të shkoj si thjesht të degustoj një pjatë për mua është më rëndësishme, jo ata që punojnë dhe që këto e kanë qëllim vetvete, që duan të ecin përpara, dhe të kesh një emër, të marrësh një vlerësim nga ai është arritje. Ajo edhe një diçka të vogël dhe e mbyll me këtë që më bëri dhe përshtypje e di, domethënë nga persona që ai merrte çmime botëror, dhe asë nuk shkonte të tërhiqte. Domethënë ai ishte i fokuzuar të realizonte idenë e tij. Ky është René për ne me që ka dhe të ardhmen shqiptare. Duhet ta vlerësojmë të këtë pjesën. Domethënë ka qenë shumë e kanë egzageruar për shumë kuzhina. Ndodh që shefat janë, normale që është diçka e vërtet që po fakti që vërtet? Jo. Jo në momente në punën e përditshme. Në punën e përditshme se është do të thotë që kuzhina e përditshme ka të njëjtin menu, ka një rutinë. Kur ka momente stresi është më se normale. Presioni është më se normal. Është më se normal, po të arrish të kontrollohesh është në bazë dhe të rëndësisë që do të transmetosh, në bazë dhe personave që ke afër, pastaj kuzhina ime, domethënë nuk mund të krahasohet asnjëherë me një diçka kaq madhështore siç ishte Reneja. Normalisht është edhe person, po edhe unë kam momente që kam dhe momentet e mia që stopoj sepse shef një ndoshta jo një mos respekt për atë që ti bën. Po. Edhe është më shumë ai mos respekti. Nuk besoj se funksionon kjo gjë vetëm në pjesën e kuzhinës, është një instrument i madh. Besoj se të gjitha stafet e mundshme, kur ti nuk shikon dhe nuk gjen atë përshtatshmërinë, patjetër që ka momente edhe acarimi ndonjëherë që ti shpërthen. Ndalemi tek restorantet e famshme shqiptare. Kur them e famshme, kam me fjalën, me idenë që këtu hapen pothuajse për ditë nga një restorant. Kemi nga një restorant të ri, duke sikur është trend momental, duke sikur 6 muajt e parë vërtet të gjithë duhet të shkojmë aty të bëjmë një tagim sepse ky është ky restorant i mirë. Ti vetë si e shikon zhvillimin e kësaj fushë sipas teje, duke qenë se ke një eksperiencë edhe për ta gjykuar edhe hapjen dhe funksionimin e kaq restoranteve. Ne duam ta shijojmë shqiptarët tjetër. Kjo është pjesë. Jo, gjë që vëre domethënë që ka më shumë restorante, lokale, domethënë jeta e Shqipërisë është pak më në krahasim të numrit banorëve, shoh më shumë restorante se ç'duhen dhe shoh më shumë lokale se ç'duhen që mund të jenë bare. Po normal që duhet i përshtatet dhe restorantet e reja, mund të jetë ai që respekton kuzhinën klasike, tradicionale, ai që do të japi një eksperiencë më shumë. Ka restorante që kanë lënë shenjën dhe në Tiranë dhe respektojnë dhe sjellin kuzhinën italiane. Unë jam gjithmonë në idesë, domethënë që në një vend të tillë kushdo që të vi dhe nga jashtë, siç italianët janë fanatik për kuzhinën e tyre, dhe në Shqipëri pse jo mos jemi dhe ne fanatik për kuzhinën, për traditën tonë dhe për produktet që ndodhen këtu në Shqipëri, se shumë gjëra nuk gjenden jashtë nga këtu. Kështu që për mendimin tim kur vjen të vizitosh një vend të tillë, duhet të ngeli dhe ajo eksperienca e shijes autoktone të vendit dhe e kulturës të vendit. Kështu që edhe pse hapen, mendoj se janë gjë kalimtare. Mund ngeli 1-2 që thjesht për shqiptarët që duan një eksperiencë italiane o themi franceze apo angleze, atëherë provojnë një kuzhinë më ndryshe. Po për ata që vinë jashtë në Shqipëri është e mira, domethënë që këto restorantet janë sa më të traditës shqiptare. Ti kur vjen çfarë pëlqen të hash? Unë normalisht jam gjithmonë ke perimet. Atëherë më pëlqen shumë se provoj bamjet,
sepse andaj nuk i përdor shumë. Në fakt se italianët nuk e kanë bërë. Jo, nuk e kanë, mund të jetë një pjesë shumë e vogël nga jugu. Se unë duke xhuruar edhe në Itali kuzhina të ndryshme, më pëlqen ajo, pastaj më pëlqen dhe shqia thjesht që kanë për shembull një ulli këtu i zonët, pse në Itali ka, po është ndryshe. E perimes, edhe pse këtu është bërë pak e vështirë në fakt të gjenden produktet, ka ndryshuar produktet bio, por prapë edhe një shije domate apo speci, është ndryshe këtu. Dhe jam gjithmonë më shumë ke pjesa vegetale. Meqense the vegetale, ti vetani si mund të rezistosh gjithë këtyre gatimeve të mira që bën? Si je në një formë perfekte gjithmonë? Normalisht që pakurohem, sepse mendoj që bëj një minimum aktivitet fizik, do të thot një gjysor apo një orë, sa po është e mundur në mëngjes. Normal që haj sa më shëndetshëm e mundur. Qa ha një shef e kuzhine? Atëherë unë në moment të fundit bëj një sallatë shumë mikse, ku vë të gjitha proteinën, farat, semidikia, të gjithë pjesën një shile, më pëlqen jashtë mase, domethënë që janë sallatrat e ndryshme me shije, me hidhësira të ndryshme, dhe bëj normalisht unë kam një sallatë ku o jet peshkun si protein ose pulën ose vezën, dhe se është një e ngrënë e lehtëshme, edhe pse mbaroj në orë të vona. Kështu që gjithmonë është e mira ta evitosh para se të flesh gjumë, domethënë ajo. Ndërsa mëngjesi është diçka shumë e rëndësishme për mua, filloj kategorikisht një mëngjes i kripur, domethënë vezën, tostin, kosin natyral me fruta të thata ose me fruta të freskëta. Kjo është fillimi, domethënë është kategorik, dhe plus pak aktivitet, se normale nuk mundem ndonjëherë që në 5 të mëngjesit stërvitem deri në orën 6. Në orën 6:30 jam aktive për të dedikuar familjes dhe pastaj të dal për në punë. Nëse nuk mundem, se ka raste se dhe ajo nuk mundet, mjafton një hecje shpejt një orë, domethënë nuk e lë. E bilancoj. Gjatë javës unë e di që 3-4 herë duhet ta bëj dhe duhet ta gjej se s'po momentin. Je i detyruar ta provosh çdo gjë që ka tua? Po patjetër. Po patjetër. Jo, unë imagjinoj një gjë, pastaj e realizoj. Domethënë unë e kam shihen përpara se të vjen përpara. Shihun unë e kam përpara se të krijoj pjatën. Unë e di që duhet më arrijë aty. Edhe pastaj krijohet pjata. Është e kundërta. Kur vjen në Shqipëri besoj se nuk gatuan. Jo, unë shijoj ngrohtësinë e mamit, kështu që çfarë të gjë që bë mami për mua është okay. Në lidhje me këto suplemente, se e pash që ishe shumë e kujdesshme te pjesa e të ushqyerjes, që është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme sepse mendoj që ndonjëherë imazhi disa kuzhinierëve na ka ardhur ndryshe. Dhe kur shoh gra, kam pasur edhe një grua tjetër, Albana Dullovari, e cila vërtet edhe ajo është një shef e kuzhine shumë e mirë, jeni aq të kujdesshme për këtë dhe më bëhet shumë qefi, sepse ndonjëherë edhe profesioni dashur të lidhe me pjesën e fizikut, se mendojnë që tash s'kam çfarë të bëj, në këtë punë kam, do provoj, do shtoj në pesh. Por kujdesi që tregonin ndaj vetes është akoma më shumë lërë. Mendoj se është vetëm një njohuri, domethënë është një bindje, çdo gjë lidhet me atë që mendoj, me informimet që kemi. Të integrosh është diçka shumë pozitive. Ta shëndetshëm është ajo që nuk të sjell që të hash keq më vonë. Se shumë herë nuk hanë dhe pastaj hanë keq, ushqesh keq. Ta hash një pjatë shëndetshme, është ajo që të heq ato që janë krizat e urisë në momente të gabuara, që nuk është një vakt. Po unë integroj rregullisht, duke filluar që nga magnezi, që omega 3, integroj vitamina të përgjithshme, dën. Këto janë pjesë me kalimin e moshës. Me kalimin e moshës duhet integruar, sepse është ajo që më lejon mua që të jem në një të ardhme gjithmonë aktive në punë, të ndjem dhe mirë me vete, dhe shumë e rëndësishme, si kjo dhe pjesa e ushtrimit fizik, sepse për të pasur një strukturë për të suportuar orë pune, ti duhet të kesh dhe një pjesë muskuli që të mban, ti sostjene pjesën e kurizit, që është shumë e rëndësishme. Bilancimi, unë kam trukot e mia në fakt, dhe bilancimi i peshës kur je për shumë orë të tëra në këmbë, domethënë asnjëherë nga njëra anë në tjetrën largon pa këmbët që të bilancohet mirë, domethënë sepse kanë artikulacionet i vuajnë këto, domethënë është thjesht një kujdese shumë të vogla që me kalimin e kohës janë gjëra të rëndësishme. Patjetër. Sa pasta duhet ham në javë?
për shembull? Pasta nuk varet gjithmonë nga makaronat. Llogaritet që gjatë ditës një 80 gram makarona është një Nuk na bën dëm. Nuk bën dëm absolutisht dëm, varet se si është e kombinuar. Unë në një kuzhinë tjetër jemi të lidhur me një studio mjekësore ku na vinë skeda persona që ndiqen për shembull për diabet, i krijojmë menun javor në bazë të patologjisë që ka. Kështu që krijojmë një pjatë ekuilibruar ku gjithmonë ajo pjatë rremullakët gjithmonë 55% duhet jetë pjesa e perimes, pjesa tjetër është 35% duhet jetë proteina dhe pastaj karbohidrati. Kështu që pasta nuk do thotë jo. Pasta e kombinuar, e bërë një past ku mund të ketë të zëmë karkaleca apo kungullin, nuk të jep të njëjtin impatto glicemiko që mund të japi një pastë e thjeshtë e zgjerë me gjatë. Kështu që është varet se si e integron dhe nuk për mendimin tim duhet hajm pak, është ajo, duhet hajm pak nga të gjitha. Është e tepurta që bën dëm. Po, e vërtet. Cila nga kuzhinat të pëlqen më shumë në botë? Përveç italianes. Në Japoni. Në Japoni. Po që është në Tokyo gjithmonë për gushinën italiane, ngela shumë e incantata nga këto që ishin të gjitha salsat, mënyra se si e trajtojnë e bën gushinë, ushqimin e shpejt për mos humbur ato proprietat natyrale që ka, do të thënë një gatim i shpejt dhe jo i zgjatur. Jo i zgjatur, më pëlqen pjesa se si përdorin vegjetalet dhe këto lëngjët brodo që përdoren dhe më pëlqen jashtë masa ajo është e preferuar ime. Jemi drejt fundit dhe unë tje e përmendem pak më parë faktin që mund të vija një ditë në Shqipëri. E mendon? E mendon dhe një atë ti the që unë e mendoj dhe në kokë, e kam shihen që para se ta ndjej në kokën time. E mendon dhe restorante, çfarë restorante mund të kishe ti? Tipik italian apo Jo. Në Itali nuk bëj tipik italian. Një diçka që më përfaqëson mua. Do thotë një ndërthurje që më përfaqëson mua. Do thonë gjithmonë ke vegetale, gjithmonë ke produktet e tokës. Dhe me atë kreativitetin tim me salsat e mia, me gjërat që të japin atë surprizën. Dhe me pak çokoladë. Ajo është gjithmonë, po patjetër. Patjetër ju mirëpresim. Kjo do ishte ideja ime e restorantit. Unë shpresoj që ta hapësh sa më shpejt në fakt, sepse kemi kënaqësinë të gjithë ne që jetojmë këtu të provojmë dhe shije të reja dhe eksperienca të reja nga profesionistë të fushës që kanë jetuar dhe vazhdojnë të jetojnë jashtë vendit tonë. Faleminderit, shpresojmë. Neve kemi edhe dhuratën si për herë, meqense edhe ti ishe një person që vërtet përdorje integratorë dhe suplementet janë shumë të rëndësishme në një moshë caktuar për gratë dhe për të mbajtur ritmin e ditës që na duhet patjetër. Shpresoj të mbetesh e kënaqur dhe me suplementet. Faleminderit. Faleminderit dhe ti për gjithë rrëfimin tënd. Na sollte shumë shije të mira. Sot jemi të kënaqur, ndjehemi sikur vërtet kemi ngrënë dhe ne ndonjë pjatë të mrekullueshme, ku arti i të gatuarit vërtet ka bërë çudirat. Sepse nuk është kaq e thjeshtë, duket se vërtet të bësh edhe një makaron, por jo nuk është kaq e thjeshtë. Mënyra se si i kombinon është çelësi suksesit. Dhe të falenderoj vërtet dhe të uroj suksese në vazhdimin tënd, sepse jam e sigurt që ti do kesh akoma energjitë e tua dhe eksperiencat e tua për të ndarë. Faleminderit ty, faleminderit për dhuratën, kënaqësi që gjithmonë ndjem në shtëpi këtu bashkë me ju, që vi sa herë që do kthehem. Herën tjetër duhet na gatuash. Po, herën tjetër do bëjmë një diçka që thyem pak të opinionin e kuzhinës të kombinuar me çokoladë. Faleminderit. Kënaqësi që na ndoqët, siç e pat, folëm për një histori suksesi dhe vërtet për brenda e suksesit kishte edhe njerëzoren e saj, siç është vetë Silvana Musej. Faleminderit dhe na ndiqni në episodet e radhës.